Me akuza për ndotje të vazhdueshme dhe mungesë kontrolli institucional, sot para mediave foli Aleksandër Todeski nga iniciativa qytetare Stop për USJ-e për të paralajmëruar protestën e dytë kundër fabrikës së çimentos, e cila do të mbahet nesër në orën 18 në të njëjtin vend ku protestuan edhe më 25 dhjetor. Protesta do të mbahet në kryqëzimin e bulevardit Boris Trajkovski dhe bulevardit Serbia në drejtim të USJ-s. Përkatësisht në afërsi të menjëhershme të rrethorrotullimit para hyrjes së fabrikës. Todeski thotë se ndotja ndihet çdo ditë, ndërsa autoritetet, sipas tij, po mbyllin syt. Përgjigja jon është kjo, e dim se sërish do ta bëni këtë, prandaj publikisht pyesim, kush është ai që veti ma të ndojtjet edhe për veten thot, unë nuk jam ndotës, e nëse ndot, ne të gjithë e dim dhe e ndjejmë, ne nuk u besojmë matjeve tuaja, prandaj kërkohet e përmbushje urgjente e kërkesave tona, është e rëndësishme të dihet se matjet e cilësisë së ajrit ambiental me të cilat disponojnë institucionet e përusjen merren nga vetë fabrika në baza mujore, në vend që këtë ta bëjë shteti. Todeski përsëriti kërkesat e tyre, siç janë stacion matës pranë USJ-s, i vendosur nga komuna e Kisellavodës, të fillojë matje të vazhdueshme 24/7 dhe publikim të dhënave në kohë reale. Protestuesit kërkojnë që USJ të instalojë sistem automatik CMS i lidhur drejt për drejt me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Kërkohet që çdo shkelje të shqiptohet menjëherë gjop sipas pranimit të kamerave qyteti i sigurt. Gjithashtu kërkohet rishikimi i masave ekzistuese për shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme ekologjike, në mënyrë që në rast të kalimit të vlerave kufitare të ndotjes, automatikisht të hyjë në fuqi masë për ndalim të plotë të punës së USJ-s, përfshirë edhe minierat.